Si e priste muajin e Ramazanit Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ramazani nuk ishte për pejgamberin alayhi salam thjesht një muaj agjerimi, ishte muaj i zemrës, muaj i kthimit të plot tek Allahu dhe muaj i ndryshimit. Ai e priste me shumë mall muajin e shenjtë të Ramazanit. Gëzohej kur vinin 3 muajt e mëdhenj dhe bënte dua me gjithë zemër. Zoti im, begatoje muajin Rexhep e Shaban dhe bëjte mundur ta mbërim me shëndet të plot muajin e Ramazanit. Kjo tregon se ai e priste Ramazanin me mall, me dëshirë të madhe për të arritur. Nuk e shihte si barë, por si dhuratë. A e presim ne Ramazanin me këtë ndjenjë, apo vetëm si ndryshim orari dhe ushqimi? Për muajin e madhëruar të Ramazanit, pejgamberi alayhi salam thoshte: në Ramazan hapen dyert e xhennetit, mbyllen dyert e xhehenemit dhe prangosen shejtanët. Pastaj thoshte: xhenneti ka 8 dyer. Emri i njërës prej tyre është Rejjan, nga e cila do të hyjnë vetëm agjeruesit. Kjo derë do të mbyllet kur të hyjë agjeruesi i fundit. Atyre që hyjnë nga kjo derë do të shërbehet një pije, e cila do t'u ashuaj etjen. Syfyri i pejgamberit alayhis salam. Ai e vlerësonte së tepërmi kohën e syfyrit. Kini kujdes zgjimin në syfyr, sepse ushqimi i syfyrit është i begatshëm, thoshte ai. Njëherë tjetër ai u shpreh kështu duke dashur të vinte theksin mbi rëndësinë e zgjimit për të ngrënë syfyrin. Ushqimi i syfyrit është i bereqetshëm. Mos e lini pas dore, qoftë edhe me një gëllëng ujë, bëni syfyr. Allahu i madhërisëm së bashku me melekët e tij lëshojnë mëshirën e tyre mbi ato që bëjnë syfyr. Iftari i pejgamberit alayhis salam. Iftari është koha më e mirë në të cilën shfaqet lidhja me Zotin dhe respekti ndaj tij. Për këtë arsye, pejgamberi alayhis salam i kushtonte shumë rëndësi iftarit. Me të hyrë koha e iftarit, ai gëzohej si fëmijë, sepse e dinte që iftari gëzonte edhe krijuesin e tij dhe besonte se iftari do të sjellë begati. Një ditë ai tha: bashkësisë sime nuk do t'i mungoj begatia dhe bolloku, përderisa ata të nxitojnë të çelin iftar sa më parë. Ai këshillonte bërjen e duas para iftarit, sepse plotësimi i saj ishte i sigurt. Ai vetë bënte këtë dua: Zoti im, agjerova për hatrin tënd, po e çel iftarin që ti më dhuron. Pastaj çelte iftarin me hurma kur i kishte, nëse i mungonin e çelte me ujë. Bujaria e pejgamberit alayhis salam. Në muajin e Ramazanit pejgamberi bëhej edhe më bujar. Ai bëhej edhe më bujar se erërat që frynin në 3 muajt e madhërishëm. Çdo gjë që i binte në dorë e shpërndante. Nëse i kërkohej diçka që e kishte e jepte menjëherë. Nëse nuk e kishte e siguronte nëpërmjet të tjerëve. Kur e pyetën se cila është sadakaja më e pranueshme, ai tha: sadakaja që jepet në Ramazan. Adhurimi i pejgamberit në muajin e Ramazanit. Pejgamberi i shtonte adhurimet nafile në muajin e Ramazanit. Ndër këto adhurime më kryesori ishte namazi i Teravis. Ai lexonte më shumë Kur'an se herët e tjera gjatë këtij muaji të adhurimit, të duave dhe dhikrit. Çdo natë të këtij muaji pejgamberin e vizitonte Xhibrili dhe së bashku ata të dy lexonin Kur'an. Në ditët e fundit të Ramazanit, pejgamberi i shtonte edhe më shumë adhurimet dhe ibadetet. Mundësia që nata e Kadrit të ishte në 10 ditët e fundit të Ramazanit, e sidomos gjatë netëve të 25, 27 apo 29. E nxiste pejgamberin të qëndronte gjithë natën duke bërë ibadet, me dëshirën që kjo natë të mos kalonte pa lënë gjurë. Ai tha: kush fal namaz në natën e Kadrit duke besuar tek mirësia e saj dhe duke pritur shpërblimin vetëm nga Allahu i madhërisëm, do t'i falen të gjitha mëkatet. Në 10 ditët e fundit të Ramazanit, pejgamberi alayhis salam hynte në itikaf. Ai falte namaz, bënte dua, dhikr dhe ibadetet të tjera. Kështu e priste i dërguari alayhis salam këtë muaj madhështor. Por vallë, ne si e presim atë?